dhe kanë pas synime të qarta politike për të marrë atë grumbull votash për të fituar politikisht në Kosovë dhe kanë bota. Mirë, po këto janë proces që ne s'kemi mujtë me kontrolu, s'kemi mujtë me nalë, vetëm se e din që po përmirësohen se cilat ditë ideja. Serbia dhe Rusia kanë shtyr agenda mrena partive politike në Kosovë për me shfrytzu një sentiment votus? Kanë mrena Kosovë. Po nëse thatë me marë vota partit kanë lypë? Kanë punu, unë e thash, sporë narracionën të tu për mes njerëzve kanë punësua në UNMIK, kanë punësua edhe në institucione që kanë qenë shtyra nga UNMIK-ut, institucionet tona, në për organizatat ndryshme, dhe ata përmes mjetëve të larta financiare kanë ndërtu imazh të keq për ushtarin e ushtrisë në Kosovë, në për fshatrat tona, në për kafeteri tona, në për njerëz tona. E tash, dikush në kohët e vona, pej 2010 se këndej, ka kriju politika duke shfrytzuar atë fondacion njerëzve, atë mendësi njerëzve, të u thirrë në qatë narracion dhe ka kërku votë kundër luftarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe kanë fitu niku. Tash ka fillu me ra interesim edhe unë po besoj që po vinë ditë mira dhe nuk mund të luhet me këto mendësi të kaluara. Po thoni mendësi të kaluara, është në qito zgjedhje patëm dilema, jeni çlirimtar, jeni zullumqar. Edhe kjo është pjesë e atij narracioni. Është pjesë asaj mendësie. Po tentohet përmes asaj mendësie për të fituar vota më shumë duke menduar se ende janë kundër ushtarit të ushtrisë. Shko po thoni është agjende e Serbisë? Po, është agjende, nuk është agjende e Serbisë, kjo drejt për drejt. Po, politikanë tonë, drejt për drejt, po e shfrytëzojnë qatë shumësit njerëzve, qatë fond njerëzve që kanë kriju mendim kundër UÇK-s dhe ata punojnë, dhe ata me atë mendësi po i krijojnë rrugë për me thith atë elektorat. Edhe aje elektorat është me ta. Tash ka fillu me ikë aje elektorat, se po vinë të rritë, ata e kuptojnë, ata dojnë me konë me liberatorët e tyne, me ata shlirimtarët e tyne, nuk duhen me konë me njerës që thurin skema të përqotshme ende kundër ushtrisë shlirimtarët të Kosovës, fjallosje, përqamje. Unë po besoj që kanë fillu me marë fond dhe do të marrin fond të. Se po besoni që bashkë qitash ka njës me marë fund, nëse prej zgjedhjeve të kaluara nisemi, nëse hiq ma largë, jemi ka flasim për kohë kur votojnë 2007-shat edhe 2008-shat. Fëmi të cilët lidhje s'kanë. Qa ka ndodhë në lufta? Po, s'kanë qenë gjallë hiq, për ta lufta është Counter-Strike. Fëmi të cilët luftën nuk mundën me mësu në shkollë, se sistemin arsimore kemi të keq. Fëmi të cilët nëse dëgjojnë diçka për luftë kanë me dëgju prej prindve tëne, e prindve tëne nuk kanë qenë në luftë, se në luftë keni qenë 1% e popullit, apo? Se po mendoni që bashkë qitash ka njës me ndru që kjo sentiment, ka kam pas më informu këta? Unë e shoh ambientin politik edhe të mendimit njerëzve për luftën, për shqirimtarët. E shoh, e vrej, e preku çdo ditë. Për shembull,